Alex është një emër i përhapur në Shqipëri. Ka shumë Alex, por që për një viti ka vetëm një Alex që u shkon nërmend të gjithë shqiptarëve kur e dëgjojnë këtë emër. Alex Nika, 36 vjeçari nga Lesha. Është ai që u godit me plumë në kokë në demonstratën e 21 janarit, rreth orës 4 pasdite, në trotuarin e kullave binjake përballë kryeministrisë dhe kryeministrit Sali Berisha. 16 ditë më vonë u bashkua me shokët e tij të përjetësisë, me Ekuranin, Ziverin dhe Faikun, të cilët u vranë në të njëjtën orë, në të njëjtin vend. Nuk do t'i harrojmë kurrë çastet kur vranë këta njerëz, cijatin e plumbave të gardës dhe fytyrën tinzare të vdekjes, që doli nga strofkulla kur demonstrata po shpërndahej për të hedhur kufoma në oborrin e opozitës. Ato plumba, ajo masakër, ato jetë humbura, e ndanë në dysh kohën e Shqipërisë. Nuk e imagjinonin dot para kësaj date se në Shqipëri mund të briten njerëz nga që kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tyre. Nuk do të harroj çastin kur mora lajmin e kopshëm si ishte goditur për vdekje edhe Aleksi, djali i vetëm i Ndue Nikës nga Gryk Manatia e Lezhës. Gjatë rrugës për në spital, pata kohë t'i mendoj për masat e gjemës në shtëpinë e tij, sepse ishte i ri, sepse ishte djali i dy prindërve të vuajtur, por kryelart, bashkëshorti i një malësorie sojnike, babai i dy vajzave të vogla, vëllai i vetëm i 4 motrave. Aleksi ishte shtylla shtëpisë, sot gjithashtu krenaria e Lezhës dhe e gjithë Shqipërisë. Një djali dal, optimist, dikush që ka ngritur më mund dhe djerës shtëpinë e tij të re dhe biznesin e tij të vogël në vendlindje, një që përpiqet për më mirë, që ndron për më mirë, që nuk pajtohet me të keqen. Ka mira e mira njerëz që marrin pjesë në protestet e opozitës, nga që nuk kanë punë, nuk kanë para për të përballuar nevojat minimale të jetesës, nuk kanë bukë për fëmijët e tyre. Aleksi përfaqësonte një tip tjetër protestuesi, po aq të respektuar, protestuesin me vetdije të ngritur, që lufton para gjithash për dinjitet në kuptimin më të gjerë të fjalës. I rreshtuar politikisht, por jo fanatik partjak, përdorës i lirisë, i thari drejtësisë, dikush që nuk ja kërkon qeverisë atë që mund ta bëjë si individ, dhe nga ana tjetër nuk tërhiqet si individ për atë që duhet ja kërkojë qeverisë. Ky ishte Aleksi. Në këto konture shohim tipin e opozitarit popullor që Shqipëria vazhdon ta krijojë, që po vjen duke u shumuar për të bërë me kalimin e kohës shtylla herkuliane e demokracisë në të vend. Patën thënë për të, në ditën e 4 apo të 5 të dërgjës në koma, kur s'kishte mundësi të përgjigjej se kishte ardhur në protestë sepse i kishin premtuar këtë dhe atë. Kjo është mendësia që ka kultivuar e kultivon qeveria e sotme e tavolinës dhe e kulisave, sipas së cilës në këtë vend nuk ka njerëz të lirë, nuk ka motive të ndershme, por vetëm interesat të vogla dhe pazare. Nuk është e vërtetë, nuk do të jetë e vërtetë. Ekziston dhe do të ekzistojë protestuesi shqiptar me P të madhe. Ekziston kjo bashkësi e pararojës, garantja numër 1 e lirisë dhe demokracisë në këtë vend. 4 u vranë një vit më parë. Është detyrimi i opozitës të kërkojë deri në fund drejtësi për Ekuranin, për Faikun, për Ziverin dhe për Aleksin. Dita kur ligji të thot fjalën e vet solemne për fajtorët e masakrës së 21 janarit, dhe besoj se kjo ditë është më afër se kurrë, do të jetë sërish dita që do të ndajë në dysh historinë e re të Shqipërisë, por ajo që do të vijë më pas do të jetë demokraci, shtet ligjor, Shqipëri evropiane. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Tani më lejoni që të ftoj bashkëshortën e Aleksit, Raimondën, që të thotë 2 fjalë në këtë ceremoni solemne.
Si sot një vit, Aleksi erdhi në shtëpi për drek. Më tha se do shkonte me dy shokët e tij në demonstrat në Tiranë. Më tha se do kthehej në darkë. Nuk u kthye më gjallë. Ju e dini pse? E kam parë pastaj në koma. E kam parë kur e sollën pa jetë nga spitali. Por, ora e kujtimit tim për të ka mbetur te ajo mosdite koronis nga shtëpia. Qysh atëherë, Amelia, vajza ime 3 vjeçare, me ka pyetur shumë herë, ku është babi? I them, babi ka ikur në Itali, që t'i blej Amelias rrobat e bukura, sepse e do shumë. Por ora e së vërtetës po afron, edhe për Amelia. Ajo po rritet. Një ditë do të më duhet t'i tregoj si e qysh. Asaj dhe më të vogles Mentiles. Ndoshta nuk do t'jetë nevoja. Do t'a kuptojnë vetë çfarë ka ndodhur me baban e tyre. Dëshiroj t'i falenderoj nga zemra të gjithë ata që na kanë ndenjur pranë në dhimbjen tonë gjatë këtij viti të tmerrshëm. Miq të afër, të njohur dhe të panjohur, nga Lezhë dhe gjithë Shqipëria. Solidariteti i tyre na ka ndihmuar të përballojmë në këmbë tragjedinë që na ra mbi krye. Por me lejoni të them se dhimbja nuk ndahet, siç thuhet. Se paku për rastin ton. Dhimbja ime është njëjtë me dhimbjen e prindërve dhe motrave të Aleksit, të Axhës, të kushinjve të Aleksit. Ne jetojmë me kujtimin e tij, të lidhur me shumë se kur në detyrim për të bërë drejtësi. Drejtësia për Aleksin dhe për ata 3 burra e të tjerë që u vranë bashkë me të. Kam dëgjuar kryeministrin të i treguar me gisht të vrarët dhe jo vrasësit, sikur këta kanë zbatuar ligjin. Cilin ligj? Cilin ligj shkeli Aleksi? Kë popull po lunon të Aleksi? Do të shkojmë të varri Aleksit, në 1 vjetorin e vrasjes së tij. Do ta kemi më të vështirë se ditën kur e varrosëm, sepse nuk kemi akoma një përgjigje nga drejtësia. Kush e pse? Për ne si familje s'ka pikëdyshime se kush ishin urdhëruesit dhe autorët e këtij krimi. Ne kemi kërkuar, kërkojmë e do të kërkojmë sa të kemi frymë, sa të kemi frymën shpagim në drejtësi. Për këtë jetojmë. Është detyrimi ynë i përjetshëm për dashurinë tonë, për të dashurin tonë të paharruar, për mikun dhe shokun tuaj dëshmor. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar familjar të dëshmorëve të 21 janarit. Sot e kam të vështirë t'i gjej fjalët e dura, sepse asnjëri nga ne, por dhe çdo shqiptar që e quan veten shqiptar, nuk do të kishte dashur të ishte sot në këtë sallë, sepse kurrë nuk e kam besuar se do të ndodhte ajo që ndodhi më 21 janar. Por ja që edhe pse kanë kaluar 20 vjet nga shembja e regjimit komunist, liria jonë pas ka patur akoma nevojë për jetën e 4 qytetarëve të saj të mirë, që u vranë ditën për diell nga frëngjit e errta të kullës së kryeministrit. Ekurani, Aleksi, Faiku dhe Ziveri u vranë për të mos vdekur kurrë, në emër të lirisë tonë të përbashkët dhe kundër një pushteti të korruptuar që me varfrinë dhe hajtutrinë e saj kërkon të vrasë një popull të tërë. Nuk kam shumë fjalë për të thënë, sepse ato u thanë sot nga mira shqiptar në këto omash shpirtëror, por tradita e Dibrës ma kërkon të them pak fjalë për familjen Deda që i dha demokracisë
djalin e saj, familjarin e mirë, njeriun e ndershëm me punëtor, babain e 2 fëmijëve Hekuran Dedën. Kalaja e Dodos ku u lind dhe u burrnua Hekurani, për gjatë gjithë historisë tonë i ka falur vazhdimisht gjak lirisë sa dheut dhe kombit, kundër çdo pushtuesi që ka shkelur në këtë vend, e që në historinë tonë të hershme dhe të vazhdueshme hasmin më të madh ka patur regjimin serboslav. Familja Deda, si një ndër familjet e mëdha të Krahinës, është quar vazhdimisht për ndjenën e fortë Vadanit dhe ka trashëguar e mbjetuar trungun e saj familjar vetëm me punë të ndershme dhe djeshtën e ballit, dhe në këtë frym u rit dhe u edukua edhe Hekurani i urtë e i mirë. E nuk kishte si të ndodhte ndryshe edhe me 21 janar. Hekurani u gjend në protestë paqësore pa pyetur për ngjyrat e protestës. Ishte aty bashkë me mira e mira shqiptarë të tjerë, sepse i bashkonin hallet, varfëria dhe papunësia vrastare. Ishte aty bashkë me të tjerët për të qenë idenë për vete dhe familjen e tij, që si gjithë të tjerët kërkon të jetonte me nder dhe me punë të ndershme. Erdhin ato protestë për të bashkuar zorin e tij me zorin e të gjithëve ne që ishim aty, mu përballë godinës hajdutit. Por hajduti i kishte bërë me kohë armët gati për të qelluar mbi turmën. Hekurani ran edhe të tjerët. Por ata ran për të ringritur përjetësisht për sa kohë që këto vend do të kemi liri. Familja Deda do ta kujtoj për herë djalin e saj. Por në betejën tonë të vazhdueshme për shtet ndërtim dhe demokraci, historia do ta kujtoj përjetësisht Hekuranin. E kjo duhet t'i bëj krenar në radh parë prindrit që e rritën, por edhe të gjithëve ne që atë ditë ishim aty bashkë me të. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Ftoj vllajin e Hekuran Dedës. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të familjes Deda, u falenderojmë nga zemra që na keni nderuar në këtë ceremoni të përkujtimit të vëllaut ton Hekuranit dhe të atyre 3 burrave të pafajshëm që u vranë bashkë me të në 21 janar 2011. Pjesëmarrja juaj na e ka bërë më të lehtë dhimbjen tonë për humbjen e Hekuranit, por shpirti i tij nuk do të jetë rehat derisa të gjendet vrasësi dhe të bëhet drejtësia. Ka një vit që rrim me shpresën se shteti do të gjejë vrasësit e Hekuranit, por kjo qeveri nuk ka ndërmend me i gjetë. Bile për turp të Zotit na ka vrarë 2 herë, kur na ka afruar para për të mbyllur gojen për këtë vrasje. Sali Berisha na qoi një lajmës me na ofru fotografinë e vrasësit të vllait ton, na ofroi lekë gjithçka, vetëm me i leju Sali Berishës me ardhe me pi kafen e mortit në shtëpinë tonë. Për me u tregu burrë mirë, për me u tregu shqiptarëve se nuk e quajmë Sali Berishën fajtor për vrasjen e Hekuranit. Turp për Sali Berishën. Në do më u bë burrë mirë, Sali Berisha le të shkojë në prokurori me fotografinë e vrasësit të Hekuranit, le t'i thot prokurorisë dhe popullit pse ka mbrojtë këtë vrasës. Ne jemi malësor dhe nderi jonë nuk e ka për zakon me shite me e blej gjakun e djemve me lek, as e kemi bërë e as do ta bëjmë kurrë. Sali Berisha nuk e shkrepi pushkën që e vrau Hekuranin, por ajo pushk nuk do i shkrep, kur pa e dhënë urdhrin Sali Berisha. Prandaj ne e quajmë Sali Berishën fajtor për vrasjen e Hekuranit. Ne duam të vihet në vend drejtësia dhe këtë drejtësi e kërkojmë nga shteti, por jo më nga ky shtet, sepse ata që e vran Hekuranin e vran karrigën e Sali Berishës. Dhimbja e babës dhe nanës, por dhe e jona për Hekuranin do na lehtësohet vetëm atëherë kur shteti të na çojë në vend nderi. Edhe një herë ju falenderojmë për nderin që na keni bërë dhe Zoti ju shpërbleft me të mirë. Kam shkruar dhe një poezi për gjagjen tim Hekuranin. Hekuran Deda. Më 21 janar 2011, Hekuran Deda ndërroi jetë. Qaj në motra e vllazëri, vlla e ynë shko shumë i ri. Jetën se shijove, shkove i mërzitur.
Njëherë su gëzove, si ku përsëri të kishe lindur. Le dy vajza të shpreta, ato i leje time. Ty të presin gjine e veta, të shkosh në gjdo gëzime. Motra e vëllezër që ndrojnë duke qarë, e thonë me lot në sy me vëllajnë tonë hekuranin, mës kena për të parë. Ka qurrela që të binë në sy, valla, koma i ke? Ti në jetën e nënës, zemra e sa je. Shpirti dhe më nënës, flokët jam e rera. Hajde biri nënës, hajde trokit të dera. Shkove më mirë se Nën Tereza, shkove më mirë se Skënderbeu. 38 vjeçarin e përpiju dheu. Të qau e gjithë bota, të qau me hidhrim, ty të tha nëna, lam të mirë o birim. Faleminderit. Vëllezër dhe motra, një vit më parë, jo larg prej këtu, përpara kryeministrisë u vranë 4 shqiptarë. Askush nuk i dinte emrat e tyre deri në atë ditë, sepse ata s'ishin asgjë më shumë se sa 4 burra, me vjetra mira të tjerëve që ishin mbledhur atë ditë për të protestuar kundër korrupsionit e vjedhjes, papunësisë dhe varfërisë. Por sot emrat e tyre i di mbar Shqipëria. Mbar Shqipëria i di se kush urdhëroi vrasjen e atyre burrave. Njëri prej të varfërve të asaj dite, që Sali Berisha e Ilir Meta patën paturpsinë t'i quajnë kokpalar, puqist, trafikante, bandit, ishte Faik Myrtaj. Miku ynë, vllai juaj, një njeri thjesht i varfër e hallegji, që për të mbajtur gjallë familjen i duhej të merrte rregullisht rrugën e mërgimit në Greqi. Ishte varfëria dhe korrupsioni arsyeja pse ndodhej këtu Faiku atë ditë dhe jo dëshira për t'i marrë kullën Sali Berishës. Familjes Faiku Sali Berisha i ka borxh 2 jetë. Djali i tij Bardhoshi u nda nga jeta vetëm pak kohë pas të atit, me skamjes dhe dhimbjes, sepse nuk është e lehtë për një djalë të shohë të atën që i vritet në mes të bulevardit e të dëgjojë më pas ja quajnë kokpalar dhe bandit. Por familjes Faikut i ka borxh 2 jetë edhe drejtësia, e cila ende sot, kur kanë kaluar plot një vit, nuk i kanë tjera autorët dhe urdhëruesit e kësaj masakre përpara përgjegjësisë. Prandaj unë sot dhe gjithë ne i bëjmë thirrje edhe një herë drejtësisë shqiptare që të mos i zvarris më këtë çështje siç ka bërë me Gërdecin, të mos i filloj edhe më këto plagë dhe mbi gjitha të mos mendoj se tragjedia e 21 janarit mund të mbyllet në mënyrën e turpshme siç gjyqin e Ilir Metës. Vëllezër dhe motra, më lejojnë tani të ftoj këtu përpara jush zonjën Mamude Myrtaj, bashkëshorten e Faikut dhe nënën e Bardhoshit. Dhe motra, i dashur popull shqiptar, më 21 janar, jeta ime mori fund. Sali Berisha më vrau burri në mes të bulevardit me plumbat e gardës, më vrau për së dyti me ato shpifjet dhe sharjet që lëshoj për burrin tim. Dhe për pak muaj më vonë, më vrau edhe djalin e vogël Bardhoshin. Për një grua është e rëndë të humbasësh burrin, por dhe për një nën është një torturë e vërtet të fusësh një djalë që e kam rritur me 1000 halle, me 1000 mundime, dhe për këto unë akuzoj Sali Berishën. I kam varrosur të dy gjysmën e familjes time, Faikun dhe Bardhoshin. E kam parë në televizor
se si hapte zjarr garda e Saliut kundër burrit tim dhe kundër gjithë atyre njerëzve të pafajshëm. E kam dëgjuar Saliun dhe Ilir Metën, e quajtën puçist, kokpalar dhe bandit. Dhe më është dashur të mbyll veshët, syt, sepse nuk e durojte dot më. Burri i miku dhe djali i miku, kurse ata që mi vranë vazhdojnë të dalin në televizor, vazhdojnë të qeverisin dhe si gjën gjë. Drejtësia bën si kur jeton, por gardistët që hapin zjarr mbi njerëzit të pafajshin bredhin të lirë. Saliu që urdhroi që të vrasi Faikun dhe të vazhdoj të vjedh, të qeverisë dhe të vjedh, kurse unë dhe familja ime jeton në mes të skamjes dhe të dhimbjes. Të kisha pasur fuqi, do ta kisha vënë drejtësinë në vend. Do ta kisha numëruar vetë Sali Berishës, të gjitha shpifjet dhe të gjitha dhimbjet që i kam duruar, por unë nuk kam mundësi dhe as fuqi, prandaj ju kërkoj juve që të na vini drejtësinë në vend, të bëni ata kriminal dhe ata vrasës. Paguajnë për jetën e Faikut dhe të Bardoshit, të paharruar qofshin të pestë dëshmorët e demokracisë. Të kujtojmë ata që ranë ata që mbetën në këngë, e tiranë me gjaket lanë, e katër, djem katër gjërë ponjo. Të kujtojmë ata që ranë ata që mbetën në këngë, tiranë me gjaket lanë, katër, djem katër gjërë ponjo. I Alex Nika do të suksyje e mori plumbin në kokë, i rrni me flamur lavdije, e tërle e salaro në loto. Alex Nika do të suksyje e mori plumbin në kokë, e kurano deta di brani erano toke do të slovizi e uthore të shokve a i pani e beti e thesi verve izjo e kuran deta di brani erano toke do të slovizi in greu diallo vegno hero e chiusi che desser de todo a fieri de la medero prepa di punare no greu diallo vegno hero chiusi che desser e popullin sutitore e të drejta te ti kërkollë e këthet greva në logore
e unë të plastimo qëllonoj. Po putin në shëtitore të drejtate ti kërkonë këte dreva në dokore unë të plastimo qëllonoj. Unë kërkoj jeti më vretë e unë me paqeti me plumpë edhe i more 4 jetë e pse u e pute në sullumoj. Unë kërkoj jeti më vretë unë me paqeti me plumpë dhe i more Polifonia Labej sa po dëgjuam nuk është gjë tjetër përveç se apel për të rënët e këtij kombi. Njëri nga këta ishte edhe Ziver Veizi. Sa të jem gjallë nuk kam për të harruar skenën e Ziverit që rrëzohet përpara kryeministrisë. E Vranësit kishte qenë ndonjë kriminal, edhe pse s'po bënte asgjë, por veç sa po rrinte aty me duar në xhepa, pa armë, pa gur. E kam parë shumë herë dhe pamjen e gardistit maskuar që hapte zjarr mbi turmën e paarmatosur, si të kishit qenë armiq, si të mos kishit qenë shqiptare bi shqiptarës. E di që ai kriminal tani është në burg, edhe pse nuk e di nëse do të dënohet ndonjëherë, sepse i mori jetën shoku tim Ziverit. Por edhe pse ka shkuar viti ende nuk kam dëgjuar të jenë arrestuar, apo të paktën të jenë marrë në pyetje ata që e urdhëruan atë kriminal të gardës Salihut të qëllojnë mbi ata njerëz të pafajshëm. Për Sali Berishën Ziveri ishte një kokpalar që donte ta rrëzonte nga pushteti. Por për drejtësinë, vrasja e Ziverit ishte një vrasje që do të donin të mos ta hetonin kurrë. Kurse për mua Ziveri ishte miku, shoku im i mirë, një burr hallexhi, shumë hallexhi, babai i 2 fëmijëve. Dhe kjo histori nuk mund të mbarojë vetëm me viktima të vrarë me plumat e gardës dhe pa asnjë të dënuar. Dikush dha urdhër që ai gardist të hapte zjarr dhe të vriste njerëz të pafajshëm. Dhe këta njerëz që e urdhëruan këtë krim duhet të dënohen. Prandaj i bëj thirrje drejtësisë të mos e mbyll këtë çështje siç ka mbyllur Gërdecin dhe si nxorri të pafajshëm Ilir Metën, sepse shpirti i Ziverit dhe i 3 rëndëve të tjerë të 21 janarit nuk do të gjej kur paqe pa u nxjerrë fajtorët përpara drejtësisë. Tani më lejoni që të ftoj vajzën e Ziverit, e cila do ishte më mirë të ishte me libra duke lexuar, të ishte më mirë me shokët duke kënduar, po fati i datës 21 janarit e pruri këtu për të thënë diçka para jush. Nderuar pjesëmarrës, unë do them vetëm 2 poezi për mos ta zgjatur shumë. Fshati im, në mes maleve, fushave e kodrave, gjendet fshati im. Ai fshat ku unë kam lindur, ai fshat i vogël rreth malit ku në vesh qen. Ai fshat i vogël s'ka më gjelbërim, pasi trimin ja vran. Në luftë kishte shkuar pa armë, në luftë kishte shkuar me fjalë. Për të drejtën e tij e jo për famë, ky fshat sot loton, por krenar nuk i ul vlerat e tij për asnjë çast. Pemët po thahen, lulet po vyshken, bukuria që ishte u largua. Por fshati kur nuk u dorëzua, ashtu siç është ai akoma jeton, duke mbajtur lart në kodrën e tij një shtëpi bosh që s'do të harrohet kur nga çdo njeri. Zemra qan, pikon plot, pikon gjak edhe më shumë. Një zemër qan që ata e vran, një zemër qan që ata smalan, një zemër qan një jetë të tërë baban.
udhëtimet ngushëlluese drejt 4 dyreve të hapura për mort në 4 cepa të humbur Shqipëria. Ishin një dhimbje shumë kilometrshe realitetin surreal të përditshmërisë jetës pa të nesërme. Të atyre familjeve të kputura për tokë me plumba e me fjalë gur të rënda qeverie. Në fund rrugëve pa rrugë që lidhin netët pa ëndra me ditët pa dritë në kërkim të bukës fëmijëve. Familje si të zgjedhur Aenkas nga dora vrastare, për t'i çuar nga një mesazh plumb, veriu të jugut, atyre që zgjodhen të qëndrojnë në fshat, e atyre që fshatin e lanë për të gjetur Amerikën në rrethinat të shpruse të askushve të kryeqytetit. Mesazh nënave të tretura nga vitet nën shamit e vjetra, mesazh grave të vuajtura prej punës në tokën e vështirë e prej hallit të pashkrueshëm të një jete në errësirë. Mesazh vajzave të martuara me fëmijë të vegjël, atë porsalindur që u mbytën befas në të zezat e një lufte të hapur njanshmërisht me zjarrin e pushkëve nga qeveria. Mesazh djemve në emigracion dhe çupave, si Ana, e bia e Gjorit Ziver, e cila bëri xhiron e botës në ekrane e gazeta me syt prej deti, që e humbën për 2. herë, po këtë herë për gjithmonë. Baban e ndarë nga varfria dëshpëruese prej nënës, si ikur bashkë me anën e vllajën më të vogël nga ferri i fshatit Gjorgastrit ku u lidh në martesën e palumtur në ferrin e një fshati në Lushnjë, ku vuan me shpirtin ndërdhëm shpotin primitive ndaj gruas divorcuar. Mesazh pleqve, burrave, e djemve të rropatur rrugëve të varfrisë, papunësisë, braktisjes sociale. Mesazh të gjitha familjeve të zakonshme shqiptare që të bien në gjunjë dhe të ulin kokën përballë padrejtësisë kthyer në regjim, të mbledhin ëndrat në krodhën e bukës dhe shpresat në glënkën e ujit dhe as të mos bëzajnë kundër qeverisë e jo më të kuturisen dhe të ngrenë krye, siç bën banditët që morën plumbin mund çachkën e kokës tyre të palar. Të gjithë ta marrin vesh, një herë e mirë. Mesazh unifikuar quhet ky. Qeveria të merr ç'të doj, ëndrat, shpresat, dinjitetin, punën, lekët, shpirtin. Të merr dhe jetën kur ja sjell në majt hundës me pakënaqësinë tënde, dhe as e ndal kush, as e ndëshkon kush në mes të Europës Bashkuar. Pa çka se është fillimi i dekadës 2 të shekullit të 21, kur Europa, protestuesit e vetë që shpërthejnë molotovët dhe dëndin me gur policin, djegin dhe shkatrojnë në Athinë, Londër, Paris, Rom dhe kudo, që u shkrepet nga në krye, për lirje drejta që rëndom i kërkojnë në tym, ndërkohë që jetojnë parajsën e paarritshme për protestuesit shqiptar, i qëllon vetëm me shkopi ngome, me ujë me presion, me plumba kauçuku në rastin më të keq, po jetën u haruan si gjën më të shtrenjtë për konstitucionin e saj moral. Dhe nëse, larg qofs, në kushtet e vetëmbrojtjes reale, jo si vetëmbrojtja kriminale e Saliut në 21 janar, një policë europian hap zjarr për të shpëtuar jetën e vet, e i merr jetën një të riu europian, dorëhiqet automatikisht ministri i brendshëm, shkarkohet prefekti, zhvishet komisari dhe polici fatkeq përfundon pas hekurat burgut. Kryeministri europian vërtet dënon moralisht dhunën dhe kërkon publikisht që drejtësia të dëshkojë shkelcit e ligjit, por edhe i kërkon ndjes popullit vet për fatkeqësinë, e premton ristrukturim të forcave të rendit, rritje të cilësisë menaxhimit të revoltave qytetare, ndryshim të metodave të edukimit qytetar në shkollë, përfshirje të prindërve në punën parandaluese të shpërthimeve urbane, rishikim të parametrave të buxhetit për financimin e periferive, a zonave urbane ku gëlon pakënaqësia publike,
hapjen e programeve të reja sociale dhe integruese, dhe me radhë, çka i takon qeverive që burojnë nga vota e lirë dhe punojnë me dashuri e pasion për vendin, për popullin, për njerëzit pa dallim, edhe për ata që e humbasin fillin e arsyes në rrugën e dëshpërimit social. Ndërsa në Shqipëri, qeveria s'ka duar për të përgëdhelur duart kockë lëkurë të nënës e kurandetës, zbritur një fushë të humbur pranë Tiranës, prej ferrit të një tjetër fshati, lart në veri, bashkë me plakun, djemt, vajzat, nuset, nipat e mbesat, duart e dridhura që shtrëngonin portofolin bosh dhe paketën e zhubravitur cigareve gjetur në xhepat e gjakosur të trupit pa jetë të të birit, teksa nga sytë e mekur i binin pik-pik mbi to lotët e fuqisë shterrur, mbledhur si grah me heshtur në cep të koltukut rënkus, dhe nga buzët e rreshkura i dilnin rënkimet kumbuset lëndimit të pangushlushëm prej fyrive shtazarake të gojës vrastare të qeverisë, që ja quajtri botërisht djalin shtatlar dhe krenar, bandit dhe kokpalar. Nëna Aleksit kishte ngrirë për jashtë statuj me syt nga kopshti varfris, para fidanëve të sapo mbjellë për të birit fisnik. 4 motra të vrarit dhe e vinin si hije, por edhe vajzës mitur të vllajt tyre, e cila shkonte karrige për të parë e hutuar nga afër vizitorët gojkyçur prej zemëratës, pa kuptuar dot psen e pllakosjes së heshtjes gjatë. Nusja e re ishte mbyllur në zezimin e saj, bashkë me të sapo lindurën e veshur në të bardha, që gërvishte heshtjen me belëzimat e veta të forta, duke bërë me gisht nga fotoja të atit. Ndërsa babai malsor i 4 vajzave të mbetura pavllan e vetëm dhe vjeri plak i nusës mbeturve jush mes 4 mureve në lulën e rinis, mundohet kacarvirve fjalëve të dhimbjes për të arsyetuar kasapanën që mbylli për jetë sytë të birit si vullnet të Zotit. Motrat dhe vëllezërit emigrant faikut, ardhur për mortin e rënë rufe në fshatin e mirë nga arat e punës kraut në Itali, lëkundeshin dhimbjesh pas 2 djemve të të vrarit, ardhur nga Greqia, që mbanin me këmbë në këmbë, me duar tër kallo e sytë për humbur tutje, nënën e lshuar në buzën e gropës varrit, ku një zakon i vjetër e donte të hidhej bashkë me trupin e të vdekurit, edhe koka i një gjeli të therrur për mbi qivurin e groposur, për të nxjerrë hijen e vdekjes nga dera e shtëpisë. Dreqi e di pse, siku me njëherë ajo hije nga fshati lëngus, po mori me vete pak kohë vonë dhe djalin e dytë të nënës shpirtplasur, gjendur shtrirë nga një plumë vetvrasës në kodrën, ku pas varrimit unë gjitë për ditë në musk për të folur me qellin në kërkim të fantazmës babait. S'ka duar qeveria e dal nga votat e vjedhura që të vjedh që ti dal për para për të trokitur në shtëpitë e heshtura që kanë të shkruar mbi muret bosh të gjitha mundimet e ndërtimit tyre. Askëm s'ka qeveria për të shkuar drejt zemrave të plakura prej dhimbjes e trupave të raskapitur në rrugët e pamundura të jetës së familjeve të zakonshme shqiptare. S'ka qeveria sy për të parë ku jetojnë, si jetojnë, me sembi jetojnë, çfarë bëjnë, qindra mira familje për të rritur fëmijët e dashurive të mallkuara prej varfrisë, e ëndrave të vara prej papunësisë, e shpresave të mbytura në gropat e izolimit shoqëror, e dëshirave të mbetura në vitrinat e dyqanet e ekranet e televizorëve, e nevojat pa numër të azhurrin mbi kokë sa çelin syt çdo mëngjes. Asvesh nuk ka qeveria për të dëgjuar kërkesat e fëmijëve që duan libra për shkollë dhe mbeten analfabet se në shkollë shkojnë dot prej skamjes, që s'marrin dot një dhuratë për ditëlindje, krishtlindje, e që për lodra kanë vetëm gurët e shkopin dhe gardheve që ndajnë shtëpit nga bota e iluzioneve të humbura të prindërve të tyre. Qeveria ka vetëm gojë për të gënjur, për të tallur, për të kaluar radhën, dhe ka padyshime dhe forcën muskuloze të padrejtësisë për t'i mbajtur njerëzit në rreshtat e frikës, të lëmoshave korruptive, forcën që ta bën jetën bukë, ujë, televizor dhe ftohtësi paralizuese. Me atë forcë, kur frika s'mjafton dhe rreshti prishet nga të pakënaqurit, qeveria bën shembujt që i duan frikës për të ushqyer e për të rritur, duke u akmarrë mbi gjithë pemën e gjakut të shtëpisë, të qepet pas,
dhe së të ndahet me shuplakat palishme, të flak nga puna, të prish biznesin, të trëm të ardhmen, të heqë rrogën e gruas, burit, babës, motrës, vllajt, të shkon deri tek djali i xhaxhait, i tezës, i dajës, të gjuan në fis dhe në far, dhe damkos si delet për të qethur e therur me vulën e përjashtimit social, dhe zi e më zi, kur hak ngrënët ngren krye për të kërkuar hakun e tyre me kushtetut, zot apo zakon njerëzor, qeveria ka dhe pushk. Që derdhin pluman mish, që çajnë kafka dhe shpojnë shpatulla, brinj, gjunj, sakatojnë këtu dal përpara për ta unifikuar dhe bërë bombë në kokën e popullit mesazhin e saj, Shqipëria po ndryshon. Prandaj o me ne, kështu si duam ne, bëj si them unë, mos bëj si bëj unë, o si këter, bum, bum, bum. Me plumba dhe me kërdisjet sharash që të mos zguzoj kush të ndalë ndryshimin e jetës son në kuris tuaj, pasurimin ton për mes varfrimit tuaj, riciklimin ton me votën tuaj që edhe kur s'na e jepni e marrin vet në emër të ndryshimit pandalshëm, derisa të hiqni dorë fare nga ideja se mund na hiqni nga kurrizi dhe drejtoni kurrizin për të bërë të gjithë barabart para ligjit dhe votës dhe të mos mundoheni më fare. E ne fare të mos mundohemi as që tua vjedhin votën, se ajo do të na mbetet ne, kur ju të bindeni më në fund dreqe e mori se me ne s'ka shaka, s'ka numra, s'ka votim, s'ka shpres, dhe frika e bërë urtit ju thot në vesh, mos dili më hiq nga shtëpia për punët e botës, e mos u merrni me fjalë kur dili nga shtëpia. Nëse këto reshta mund t'i duken dikujt pros patetike, dhe jo një projekt ugurzi për të nesërmen, e oborit sot në pushtetit krejtë Shqipërisë, hidhini sytë gjetk, ma tanë kufive të Europës Bashkuar, në lindje, tutje, ku vëndet e sovjetëve janë zëvendësuar me sultanatet pluraliste, apo ma tanë perëndimit të poshtë, nën kufit jurgor të Shtetet Bashkuara, ku lullëzojnë pjellat e Che Guevarizmit demokratik në thonjza, ose dhe mbi ca njollat hartës Afrikës, zgjidhe merë, varietetin që do, po në thelb, kum shumë e kum pak, kum e pak e kum e shumë gjak, e ku tashmë fare pa gjak, projekti funksionon njësoj, me parlamente me opozit, me zgjedhjet lira në thonjza me qeveri të zgjedhura po në thonjza. Aty ku fitojnë gjithnjë po ata, votojnë gjithnjë të njëjtët, dhe të shumtit të rrinë në shtëpi kur votohet, sepse rezultati dihet sidoqoftë, dhe po dolen votime, kështu që s'ja vlen mundimi, ekspozimi, sakrifikimi që shpërblehet pastaj më hakmarrje mbi pemën e gjakut të shtëpisë. Prandaj dhe ky sotmi për Shqipërinë e goditur pabesisht tek liria e zgjedhjeve është një udhkryq fatal. Mes kthesës fort nga hullia e hapur deri këtu me shkelje, vjedhje e gjak e këtij projekti qeveritar përmes bashkimit qytetar për triumfin e votës lirë që na çon drejt Europës dhe thellimit në rrugën e verbër, parashikuar në projekt përmes mpirjes shkallë të shoqërisë dhe futjes secilit si gur i heshtur në murin e indiferencës përgjithshme, i cili ngrihet gur pas guri nga rënja e rezistencës pas goditjeve të një pasnjëshme, mbi zgjedhjet që konfirmojnë me pahir pushtetin e krimeve, skandaleve, pausive dhe krijojnë më në fund psikozën se sidoqoftë çfarë do ndodh, sa do të përpiqemi duke votuar, prap se rrëzojmë dot binan që votat përsëri do t'i vjedh e pastaj do naturët edhe më keq. Prandaj, ditën e zgjedhjeve, më mirë tek shtëpia se sa tek kutia. Pushkët gërkënxehta të 21 janarit dhe kutitë e shqyra pas 8 majit janë dy anë të së njëjtës medalje. Emblema me dy pamje e projektit për ta kthyer lirinë e patjetërsueshme të votës në një votë të tjetërsuar lirisht, duke goditur në trup dhe në tru, paralizuar dhe indiferentizuar një masë sa më kritike, qytetarësh të hedhur knockout për të kaloruar lirshëm procesin zgjedhor mbi shalën e pushtetit, pa pasur më një ditë as nevojën e dhunimit zgjedhjeve, për ta katandisur kësaj opozitën e burgosur në qelinë e humbjes para caktuar në një bashkëpunëtore të pushtetit që ha supën e tij për të bërë sikur kundërshton, e cila si rregull ka si hije në krah dhe një prani atavike të revoltuarish për vërteti, pa lidhje me të, që siç ndodh në ato demokracitë në thonjza të kontrolluara shtetërisht, lihet vi vërdall në Facebook në protesta me 200 vet për t'i dhënë pak lezet gjellës bajadit të kuzhinës pluralizmit qeveritar
dhe kur e tepron i jepet dru dhe kyçet në rajone policie ku mbledh mend për ca kohë. Dhe në ndërkohë vendi përparon në hendekun e tmerrshëm mes mungesës lirive për shumicën dhe parave me shumicë për pakicën, me marrëdhënie bilaterale dhe foto takimesh ndërkombëtare, me sfondin e demokracisë pikturuar nga mediat qeveritare, ku erës fanepset, spërkatja e gjakut në një gazetar i të vrarë për motive dobta, në thonjza, dëgjohen kërcitjet e zinxhirëve në duart në një redaksie që spaguan taksa në thonjza, apo luhet teatri i demaskimit publik të ndonjë pronari i mediash të pasuruar me paratë e popullit sovran në thonjza, që prangoset pastaj e kalbet mbi rusat e shtetit ligjor në thonjza. Në mikrobotë e demokracisë shqiptare është bërë dhe prova e parë gjysmë e fshehtë e këtij projekti në 28 qershor të vitit 2009, edhe prova e dytë në ditën për diell në 8 maj e Tiranës, duke kaluar përmbi bulevardin e Gjakosur 21 janarit, ndërsa në 2 vite ndërmjet janë kryer eksperimente jo të pasuksesshme por ta bërë rryshfetin rutinë, vjedhjen e pasurive kombëtare dhe të fondeve publike zakon, shkeljen e kushtetuesve të ligjit norm, shkeljen e lirive dhe drejtave njerëzore të nënpunësve të padëshiruar, ligj të pashkruar, dhunën e ftohtë mafioze mbi qytetarët, mbi shtypin dhe mbi biznesin ligjësi, shkatrimin e bizneseve që bezdisin biznesmenët e oborrit, ligjshmëri, vrasjen dhe rrahjen e protestuesve rend kushtetues. Ndërsa zgjedhjet e ardhshme të vitit 2013, a kur do qoftë ato do të mbahen, do të jenë prova gjenerale që do të përcaktoj fatin e projektit Ogurzi, ose duke e kthyer kushtetutën në leck për të lustruar çizmen fashiste të pushtetit dhe Shqipërinë në një demokraci në thonjza të kontrolluar plotësisht nga shteti i futur në oborrin e pushtetit, nëse konfirmohet fuqia e sundimit të popullit me vota të vjedhura, ose duke rivendosur kushtetutën në themelin e bashkëjetesës politike përmes fuqisë popullit ngritur në këmbë me një votë shumë fish më të madhe edhe sa mali i votave të vjedhura dhe duke rifutur kësaj Shqipërinë në rrugën e triumfit të lirisë dhe të vlerave demokratike të Evropës Bashkuar. Në këtë ditë shënuar për gjithnjë në historinë e re të Shqipërisë, një vit pas vrasjeve barbare të Ekuran Dedës, Alex Nikës, Faik Myrtajt e Ziver Veizit, unë duhet ju them megjithatë se ne nuk jemi vetëm në kërkim të drejtësisë. Shqipëria nuk është në mëshirën e fatit dhe të qeverisë që kërkon forcërisht të bëhet zot i saj. Drejtësinë e kërkon Shqipëria, por e kërkon me zë për ditën më të lartë edhe bota demokratike, e kërkojnë miqtë e partnerët e pazëvendësueshëm të popullit shqiptar në rrugën e përpjet të ndarjes me të shkuarën, më të parë ndër ta miqtë e mëdhenj amerikanë, të cilët për zbardhjen e vrasjes 20 janarit nuk janë mjaftuar me fjalë, po kanë angazhuar agjencinë më të fuqishme investigative të botës, FBI-n. Pa Shtetet Bashkuara në krah, shqiptarët s'do kishin bërë shumë çka për arritjeve historike të këtij 20 vjeçari. Pa mbështetjen e Shtetet Bashkuara edhe për hetimin e 21 janarit, Shqipëria sot s'do mund të shihte asnjë shpresë në pasqyrën e gjakut ende përvolues një vit më parë. Po që urdhëruesi i flakëve të ndezura në tytat e pushëve që vranë 4 shqiptar të fafajshëm e plagosën 10 të tjerë, nga njëra anë u kapardis jo një herë para shqiptarëve për zbatimin e kushtetutës në vrasjen e qytetarëve, ndërsa nga ana tjetër çojnë mesnat hijen e tij për të blerë me para gjakun e Ekuran Dedës në familjen e të ndjerit, duke premtuar fotografinë e vrasit, madje citoj në madhsinë e gomës së Foristradës, siç u tha vëllezërve të të vrarit. FBI-a, edhe falë këmbguljes mikut madh shqiptarëve Aleksandar Arvizu, vuri gjithë profesionalizmin e saj të lartë në shërbim të gjetjes së autorëve të masakrës nga ana tjetër. Jam sot i bindur, falë miqve të mëdhenj amerikanë, se 21 janar i ardhshëm s'do ta gjejë Shqipërinë kaq të trazuar sa sot prej mungesës drejtësisë për 21 janarin e shkuar, sepse provat e pakundërshtueshme të ekspertizës së lartë të byros federale investigative do të hedhin dritën që do të jetë e pamundur të shuhet nga pushteti i korrupsionit dhe korrupsioni i gjykatave të pushtetit. Mirënjohje dhe respekt për Shtetet Bashkuara, të cilat me këtë mbështetje të vyer në rrugën e gjedhjes vërtetës për 21 janarin, po i tregojnë Shqipërisë dhe shqiptarëve, të gjithëve ne, se rruga e demokracisë, e lirive dhe drejtave, e barazisë gjithë para ligjit
dhe e drejtësisë barabartë për gjithë mund mos jetë e lehtë kur kërkohet paqësisht, por vetëm paqësisht mund ndërtohet mbi themelet qëndrueshme. Në orët e parë të kësaj dite pim një kafe me vëllezërit e Kuranit, malësor të varfër e kryelartë, të lënduar thellë në shpirt prej asaj trokitje në mesnat hijes kryeministrit vendit, por dhe prej shpifjes së radhës se atij që i akuzon sot si gënjeshtar dhe madje ju kërkon 5 milion lek, sepse gjoja pas ka ngënjur kur i kanë treguar publikun të vërtetën, therse të asaj mesnate. Një valixhe me para për të pritur kryeministrin në shtëpi dhe në këmbin foton e vrasit të vllajt. Ofertë rënqese prej koskash mafioze që ka efektin të merrus të zvërtetës se nuk vjen prej një mafje të fshet, po prej vetë qeverisë që u vrau vllain. Por lajbit çlirus që ambasadori amerikan u dha shqiptarëve për angazhimin e përfunduar të FBI-s i ka bërë ata me flet. U ka dhënë mbrapsht besimin se do të kenë përsëri të tyrin, dinjitetin e vjedhur me përdhun. U ka dhënë mbrapsht shpresën e humbur përballë zezimeve të drejtësisë shqiptare që qëllon me grusht në fytyrë. Shqiptarët sa herë bëhen gati me iluzionin se këtë herë mund të ketë drejtësi. U ka dhënë mbrapsht besimin e vrarë tek mundësia e rifillimit të jetës në shtëpinë e tyre, teksa trupi e Kuranit përpolitet nën tokë nga mungesa e drejtësisë së bashku me trupin e Aleksit, Ziverit dhe Faikut. Përpolitje prej fyrjeve barbare, prej karshillëkut të parit qeverisë që përdorimin e forcës së armëve e quan vullnet kushtetues. Të dashur familjar të 4 dëshmorëve të 21 janarit, të dashur të plagosur me plumat e shtetit 21 janar, të dashur të rrahur dhe të nëpërkëmbur pabesisht për shkak daljes suaj në demonstratën e 21 janarit, të dashur të revoltuar kudo ku ndodheni për padrejtësitë për numërta që e kanë pasuar 21 janarin. Kjo e sotmja është një ditë shprese dhe si tillë duhet ta jetojmë të gjithë bashku, sepse ju nuk jeni vetëm. Shqipëria nuk është vetëm në rrugën e saj të mundimshme për të bashkuar me botën demokratike, ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duan ta përfshinë edhe Shqipërinë në respekt të shqiptarëve si ju, të shqiptarëve të zakonshëm si qytetarë që e meritojnë integrimin e plot në atë botë të madhe vlerash dhe parimesh paprekshme. Le të qëndrojmë gjithë bashkë për ato vlera e parime, pa e humbur drejt peshimin rrugën tonë të ndërtimit paqësor, të shtetit të drejtës për çdo shqiptar, të demokracisë funksionale për të gjithë njësoj, të sigurisë dhe të mirëqenies së përbashkët në të njëjtin atë dhe, i cili pas zbardhjes së krimit të vrasjeve të 21 janarit do të jetë pas një dyshim një dhe më i mirë për shqiptarët dhe një dhe ku fëmijët e këtyre shtëpive që sot shkruajnë pa pushim vjersha. Ju dëgjuat vetëm 3, unë kam dëgjuar shumë më shumë se 3, do të mund të marrin frymë lirisht dhe do të fillojnë të shkruajnë vjershat e të ardhmës së tyre. Faleminderit.
Tani kam nderin të lexoj familjarëve të gjithë të rëndëve vendimin në mënyrë të datës 13 janar 2012 në mbështetje të nënit 32 pika m të ligjit 8652 Vendimin në mënyrë të datës 13 janar 2012 në mbështetje të nënit 32 pika m të ligjit numër 8652 të datës 31/7/2000 për organizimin dhe funksionimin e qeverive vendore, Këshilli i Komunës Kolsh vendosi të japi Alex Nikës titullin qytetar nderi i Komunës Kolsh me motivacionin. Për figurën e pastërt morale dhe respekt që ka gëzuar në komunën si njeri me dignitet dhe punëtori, i cili u ngrit në protestë paqësore për liri dhe drejtat e kushtetutës të pamohueshme. Për shembullin e pashlyeshëm të qytetarit që në emër të kushtetutës dhe të lirisë së tij kërkoi përmes protestës paqësore një jetë më të mirë për familjen dhe për Shqipërinë. Për sakrificën sublime të vetë jetës së tij në protestën e 21 janarit 2011 ku mbylli syt për gjithmonë duke lënë pas amanetin e një Shqipërie si gjithë Europa. Ftoj të afrit Alex Nikës që dorëzoi titullin qytetar i nderit. Vendim numër 1, datë 6/1/2012, në mbështetje të nënit 32 pika m të ligjit 8652, datë 31/07/2000 për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore, Këshilli i Komunës Kale Dodës vendosi të jap Hekuron Dedës titullin qytetar nderuj i Komunës Kale Dodës me motivacionin për figurën e pastër morale dhe për respektin që ka gëzuar në komunitet, si njeri me dignitet e punëtor, i cili u ngrit në protestë paqësisht për liri e të drejta kushtetuese të pamohueshme. Për shembullin e pashlyeshëm të qytetarit në emër të kushtetutës dhe të lirive të tij, kërkoi përmes protestës paqësore një jetë më të mirë për familjen e për Shqipërinë. Për sakrificën sublime të vetë jetës së tij në protestën e 21 janarit 2011, ku mbylli syt përgjithmonë duke lënë pas amanetin e një Shqipërie si gjithë Europa. Vendim numër 6, datë 17/1/2012, në mbështetje të nënit 59, pika 2, të ligjit 8652, datë 31/7/2000, për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore, Këshilli i Qarkut Fier vendosi të jap Faik Myrtaj titullin qytetar nderi i Qarkut Fier me motivacionin. Për figurën e pastër morale dhe për respektin që ka gëzuar në komunitetin si njeri me dignitet e punëtor, i cili u ngrit në protestë paqësisht për liri e të drejta kushtetuese të pamohueshme. Për shembullin e pashlyeshëm të qytetarit që në emër të kushtetutës dhe të lirisë të tij kërkoi përmes protestës paqësore një jetë më të mirë për familjen e për Shqipërinë, për sakrificën sublime të vetë jetës së tij në protestën e 21 janarit 2011, ku mbylli syt për gjithmonë duke lënë pas amanetin e një Shqipërie si gjithë Europa. Këshilli i Qarkut Gjirokastrës më datën 18/1/2012 vendosi të i jap Ziver Veizit titullin Krenaria e Qarkut me motivacionin për figurën e pastër morale dhe për respektin që ka gëzuar në komunitet si njeri me dignitet e punëtor, i cili u ngrit në protestë paqësisht për liri e të drejta kushtetuese të pamohueshme. Për shembullin e pashlyeshëm të qytetarit që në emër të kushtetutës dhe të lirive të tij kërkoi përmes protestës paqësore një jetë më të mirë për familjen dhe për Shqipërinë, për sakrificën sublime të
të vetë jetës së tij në protestën e 21 janarit 2011, ku mbylli syt përgjithmonë, duke lënë pas amanetin e një Shqipërie si gjithë Evropa. Ky vendim hyn fuqi menjëherë.